Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar seanca përgatitore në çështjen gjyqësore ndërmjet Media Group Publico dhe Radio Televizionit të Kosovës. Paditësia pretendon se është shkaktuar dëm nga raportimi i RTK-s i lidhur me një artikull të mediumit bosnjak Slobodna Bosna, në të cilin pretendoi se Serbia financon disa media në Kosovë. Pala paditëse në seancë përsëriti se qëndron pranë paditës dhe parashtrimeve derisa arsyetoi nxjerrjen e ekspertizës për ekspertët financiar dhe atë të akturistikës. Pavarësisht asaj se në seancën paraprake përgatitore, përfaqësuesi i palës paditëse kishte propozuar nxjerrjen e kësaj ekspertize dhe kishte rezervuar të drejtën që përmes parashtresës si përcaktoi detyrat e ekspertit, përshkrimi i këtyre detyrave ka qenë i paqartë. Andaj gjykata e ka obliguar palën që t'i përcaktoj qartë detyrat e ekspertit në afat prej 3 ditësh. Në të kundërtën do të konsiderohet se është tërhequr ky propozim. Ndërkohë avokati i palës paditëse Kujtim Kërveshi paraqiti 2 kërkesa ndaj mediumit publik. Të sigurohet nga e paditërat, proces verbali i mbledhjes së bordit të RTK-s, datës 23/7/2024. Këtë proces verbal ne kemi bashkëlidhur në parashtresë, mirë po mes që i njëjti është nxjerrë nga media dhe duke qenë se e paditërat këtë dokument e ka, parashtrojmë kërkesë përmes gjykatës se njëjta sigurohet. Dorsa raport me pikën 8 të provave, ku kemi bashkëlidhur publikimin e Zotrit Jeton Musleu të datës 25/4/2024. Kemi nevojë që nga e paditur, përmes gjykatës, të sigurohet komunikimi me email në mes të Zotrit Jeton Musleu të datës 23 me zonin Zona Spahiu dhe të tjerë. Këtë propozim e kundërshtoi përfaqësuesja ligjore e RTK-s Arbenit Gashi, e cila tha se tani me këtë dokument pala paditëse e posedon. Sa i përket proces verbalit të mbledhjes së bordit të datës 23/07/2024, kundërshtojmë vlerën provuese që paditësi, përfaqësuesi i paditëses, i atribuan këtij dokumenti. Ky proces verbal përmban diskutime dhe qëndrime të ndryshme të pjesëmarrësve në mbledhje, dhe siç e ka pa edhe vetë përfaqësuesi i palës paditëse, se ky proces verbal nuk përban konstatim përfundimtar juridik apo administrativ mbi ekzistimin e shpifjes apo përgjegjësisë së RTK-s. Për me tepër, ai nuk provon se publikimin e një fakti të pavërtetë nga RTK. Në veçanti kundërshtojmë artikujt e publikuar nga vetë paditësja, sepse paditësja nuk mund të krijojë prova në favor të pretendimeve të veta përmes publikimeve të veta editoriale. Këtu reagoi pala paditëse, por qendërhyri gjyqtari Ermir Ahmetaj, i cili tërhoqi vërejtjen atij. U tha diçka që unë kam parë që konstaton, ose që nuk konstaton. Ka konstatuar gjykata, ka konstatuar pala, kështu që po s'mund thuhet që unë kam konstatuar. Në seancë e autorizuara e RTK-s deklaroi se pala e paditur kundërshton ekspertizën financiare dhe detyrat e propozuara për ekspert, pasi përmes tyre paditësja synon të provojë elementet themelore të kërkesë padisë. Tutje pala e paditur theksoi se paditësja po përpiqet ta provojë dëmin përmes reagimeve që kanë pasuar publikimin dhe jo me prova konkrete që dëshmojnë ekzistimin e dëmit. Sipas RTK-s, raporti IT-s konfirmon se lajmi ka pasur një burim të identifikueshëm dhe ekzistues, përkatësisht artikullin e mediumit Slobodna Bosna, e që konfirmon se RTK nuk ka qenë autori atij lajmi.